Mirë se erdhët në Reze Dielli, do të flasim sot me Altin Jokën për vezët. Sa të shëndetshme janë ato, duke patur parasysh që janë një nga ushqimet më të diskutuara. Dikur konsiderohen si problem për zemrën, sot konsiderohen si super ushqim, do të tregoj mitet e të vërteta rreth konsumimit të tyre për zgjedhje, sa duhet konsumuar për ditë apo jo, po fëmijët, po të moshuarit, po njerëzit që kanë probleme dhe gjendje të caktuara shëndetësore. Fillimisht përshëndetje me Altinin. Altin, të përshëndes dhe faleminderit për kohën, si gjithmonë. Faleminderit juve, ju përshëndes edhe ju Regjin dhe të gjithë teleshikuesit që po na ndjekin. Ju uroj gjithëve shëndet dhe shpresojmë që janë këto ditë të fundit të Ramazanit agjërim përsëri të pranuar. Të pranuar, gjithashtu edhe për ju. Kemi zgjedhur të flasim sot për vezët. Tani, në optikën tuaj, dihet që në nutricion edhe në degët e nutricion, në botën holistike, disa të dhëna janë dhe hipotetike. Pra, njëherë lexojmë që vezët shkaktojnë probleme me zemrën ose me kolesterolin, pastaj vijnë studime të tjera, të cilat thonë që vezët janë shumë të shëndetshme, do të konsumoni madje 2, 3, 4 kemi lexuar në ditë. Sa e vërtetë është kjo? A janë të shëndetshme vezët dhe si duhet të konsumohen? Shiko, është vërtet një debat i madh. Por veza, unë mendoj, është si puna e zjarit. Në vendin e duhur dhe me sasinë e duhur, ajo ngroh, në tepric ajo mundet të djeg. Pyetja reale është kjo, pra nuk është të se veza është ëngjëll apo djallë, sepse kështu është ndarë, tani është ndarë midis dy krampeve. Sikur dikush thotë është ëngjëll, dikush është djallë, më parë ka qenë totalisht djallë, sepse është demonizuar shumë. Pyetja është se çfarë hyn në trup, në çfarë sasi e hyn, me çfarë kombinohet dhe çfarë mënyre jetese edhe problematika shketi në shëndet. Çdo lloj ushqimi duhet marrë në këtë lloj konteksti. Pra nuk duhet marrë i shkëputur. Për vite me radhë veza është gjykuar si problemi më i rënd i kolesterolit. Dhe na thanë që nuk duhet konsumuar, siç nuk mund konsumoj gjalpi dhe disa yndyrna të tjera. Dhe sot po diskutohet që veza është nga ushqimet më të shëndetshme që mund të ekzistojë, madje super ushqim. Por shkenca serioze nuk ecën me parulla. Ajo na tregon disa elementë, e cila është ja të matur dhe shkon shumë. E para shikohet historia njerëzore, se si është të përdorur ai produkt dhe çfarë problematika ka sjell. Së dyti zbulohen vlerat e këtij produkti, çfarë vlerash ka dhe çfarë shqetësime ka nëpërmjet studimeve që lë pas ky produkt. Veza është një ushqim faktikisht me vlera të larta ushqyese, por nuk duhet idealizuar si po shohim sot në rrjetet sociale, pra e kemi kthyer në një ideal, pra të idealizuar pa kushte po themi. Po të shikojmë një rishikim nordik të Stockholmit, pra në Suedi dhe të Universitetit të Finlandës në 2024, të cilët janë dy universitete shumë prestigjioze dhe shumë të sakta në ato që kanë thënë, dhe pak kanë çeduar në historinë e tyre dhe nuk janë të kompromentuara deri tani, nuk kanë fakte për të gjë, kanë bërë një studim, arritën në një konkluzion që një kokërvezë në ditë ka shumë pak gjasa që mund të dëmtojë në problemet e sëmundjeve. Pra një kokërvezë në ditë. Në gjitha problemet e sëmundjeve të përgjithshme. Problemi ishte se 80% të njerëzve që pas studimi e shoqëronin gabuar vezën. E shoqëronin me prosciutto, me sallamra, me margarin, me vajra të hidrogenizuara, me bukë të bardhë kryesisht apo vajra bimor të cilët dhe oksidoheshin në temperatura të larta, dhe ky ishte edhe problemi shumë i madh. Kjo është arsyeja pse debati shpesh vazhdon, se një pjesë e studimeve të japin qetësi për konsumimin e vezës, një pjesë të japin alarm. Po përsëri në 2020, një analizë e madhe e bërë te Gazeta Britanike e Mjekësisë, gazeta më prestigjioze në botë, që deri tani ka nxjerr fakte të kompromentimit në botë, është shumë i saktë si gazetë. Në opinionin tim, konsumimi i moderuar i vezëve, thonë, pra një kokër vezë në ditë nuk ka lidhje me problemin e rritjes së kolesterolit dhe problemet e sëmundjeve kardiovaskulare. Megjithatë, studimi i 2019-s në 17 vjet që doli pak më parë, një studim i madh, në 2019 u pa që konsumimi i vezës sillte probleme të vdekshmërisë totale më lartë dhe risk të sistemit kardiovaskular. Pra, me fjalë të thjeshta, kemi një kontradikt ose kemi konflikte në studime. Faktikisht veza është një ushqim, për disa është një ushqim, po për disa mund të jetë një sinjal metabolik që mund të na sjellë problem. Në anën pozitive që mund të themi, veza nuk është thjesht kolesterol. Ajo është një paketë biologjike, e cila ka nivele të larta të proteinave,
ka nivele të larta të kolinës, vitaminave të ndryshme dhe përbërës të ndryshme ushqyes. Dhe kjo është arsyeja që dhe në 2023-2024 Shoqata Amerikane e Zemrës e rekomandon si ushqim të shëndetshëm një vezë të plot në ditë. Nga ana tjetër, kush është e vërteta që duhet të themi? Veza nuk duhet futur tek ushqimet jeshile, që duhet hahen në sasi, pa u menduar, as tek ushqimet e zeza, të cilët duhen demonizuar. Më afër të vërtetës, unë e kam thënë më parë, hyn tek ushqimet e verdha, midis të verdhës dhe portokallis. Kemi ushqimet jeshile, kemi të verdhën dhe portokallin, kemi dhe ushqimet e kuqe. Ushqimet e kuqe janë të ndaluara, ushqimet e jeshile janë të lejuara edhe në sasi, edhe mbi tepër moderimin, ndërsa ushqimet e verdha duhen konsumuar me modernitet. Mund të themi në këtë rast, veza është një aktor i mirë në një film të keq. Pra, mund të ketë një vlerë në vetvete, pra kur futet një skenar i gabuar, në këtë rast ushqimor, publiku mban mend filmin dhe jo aktorin që ka luajtur bukur. Aktori mund të luajë shumë bukur, pa i shikon filmin në përgjithësi. Filmi nuk e ka tërhequr. E njëjta gjë, pra veza është një aktor i mirë në një film të keq. Pa hyrë diskutimit pastaj nga ana tjetër, kemi diskutim tjetër, që rritja e sasia më e madhe e vezëve, 96 dhe 98% vezëve në treg, vijnë nga ferma, të cilat pulat ushqejnë me nivele të larta të antibiotikëve. E pinë tek uji tyre antibiotikëve. Marrin sasi të lartë të koncentrateve hormonesh, të cilat kanë për të reflektuar tek mishi i pulës dhe po ashtu edhe tek veza. Pa i hyrë që në këto pula rriten në ambiente të brendshme ku nuk marrin rrezë dielli dhe prandaj dhe sasia e vitaminës D, niveli omegës 3, rritja nivelit ndoshta edhe elementeve të tjerë shtume ulët ose pothuajse inekzistente. Nga ana tjetër, disa studime shumë prestigjioze kanë parë që veza përmban kolin, që metabolizohet në shumë zorë, pra në shumë pjesë, si një molekulë që quhet TMO. Dhe TMO-ja pasi përthithet në mërqin, zhndërohet në TMAO. Është një molekulë e cila është rreziku i shkaktimit të kancerave. Kjo është një gazetë të Plus Medicine, kur u pa që 7% rritet niveli i vdekshmërisë në 500.000 persona. Altin, se për shkak të internetit ka ngecur figura jote, pra po flisnim për rolin, për shëndetin që ka konsumimi i vezëve dhe sigurisht që përmendëm edhe disa studime që lidhen pikërisht me konsumimin e saj në mënyrë të përditshme dhe dallimin pastaj mes vezëve, të cilat rriten dhe vijnë nga pularit apo vezët në e fshatit. Më dëgjon tani? Po jemi. Pra në këtë rast mund të themi që unë mund të them, veza është një ushqim e vlerë, nuk është një ushqim që mund të konsumohet pa kufi, nuk duhet hynizuar ose persekutuar, po duhet kuptuar. Veza nuk është problemi kryesor i tavolinave moderne sot, as i jetës sonë. Pra nuk mund të themi që ka dhe pafajësi absolute, por nuk mund të themi që është problemi më i madh, sepse studimet pse janë kaq kontradiktore. Doktor Lesser, i cili ka bërë në institutin prestigjos kërkimor Shtetet Bashkuara të Amerikës, pa që 79 studime të qumshit vezës financoheshin nga bordi i vezëve, edhe i qumshit. Dhe një pjesë e tyre janë konsideruar pra që këto studime janë apo s'janë. Nga ana tjetër, një pjesë e studimeve janë vëzhguese, nuk janë prova të pastra shkak pasojë. Nga ana tjetër, një pjesë e studimeve matin vetëm konsumin e moderuar dhe jo tepritshëm. Pra nuk shikojmë sasi të larta në studime. Nga ana tjetër, kemi që shumë njerëz nuk reagojnë njësoj. Pra nuk kemi rezultate si në laborator. Se nuk kanë gjendje shëndetësore njësoj, po pikërisht kanë. Si në laborator. Nga ana tjetër, shkenca ushqyerjes është ndikuar nga financimi. Pra nga financime të mëdha. Në njëra anë themi që veza shpëton zemrën, dhe ne nuk mund të ta bëjmë një gjë të tillë, sepse dhe ju media doni diçka absolute kur pyesni dhe bëni një pyetje. Edhe njerëzit duan diçka absolute, por shkenca nuk ka pyetje absolute, prandaj dhe ka konflikte. Media duan të thonë veza shpëton zemrën apo shumë e mirë, apo veza apo ju vret ngadalë. Por shkenca nuk flet kështu. Shkenca flet kështu tek shumica deri në çfarë sasie, në çfarë lloj popullatash, çfarë lloj evidencash kemi, çfarë lloj historie, çfarë duhen marrë parasojat e momentit që është rritur ky produkt. Pra, në këtë rast, ne mund të themi, shkenca ndonjëherë nuk di asgjë, ndonjëherë di më shumë se ç'duhet. Pra, në këtë rast mund të themi që njerëzit që konsumojnë 3 vezë, 4 vezë në ditë e projnë shumë? Por varet nga personi. Shikoj, le ta fillojmë me një ja një minutë. Nuk ka një numër universal që vlen për të gjithë. Por ka një kufi të arsyesëm që mbështetet nga shkenca dhe nga praktika njerëzore. Konsumimi të parëve tan nuk e ka tejkaluar një kokër vezë në ditë. Pra edhe në kuzhinat tona, apo edhe tek gjyshrit tanë, ndonjëherë një herë 2 ditë, se s'kishin, ose për shembull 2 ditë, një ditë rresht hanin 2 kokra vezë të skuqura ose të zira, që me vete një ditë nuk hanin fare.
se varet se kam pas pulat në obor. Edhe pulat nuk prodhoni njësoj si prodhojnë sot, sepse rriten dhe me stimulant për të prodhuar sa më tepër vezë. Pra veza shumë më e ndryshme. Me periudha, sipas të ftohtit edhe periudhave të vitit. Në ana tjetër, formula më e thjeshtë është një kokër vezë në ditë që është me shëndes me pak të studimet e fundit që janë trajnuar mirë, që nuk janë të dhënë. Por atletët mund të konsumojnë 2 kokra vezë në ditë. Fëmijët mund të konsumojnë, sepse varet nga niveli i harxhimit të kalorive dhe niveli i proteinave që duhet marrin. Fëmijët mund të konsumojnë 4-5 vezë në javë. Një moshuar duhet të konsumojë 1 vezë në ditë nëse nuk ka probleme tjera, sepse me rritjen e moshës ai ka një humbje, po edhe tretja është më e mirë e vezës, sepse tretja të moshohet është më problem, por ka dhe një problem shumë me aspektin e humbjes muskulare. Njerëzit që janë mbi peshë, që janë obez, do të konsumojnë më pak. Gratë që janë shtazana duhet konsumojnë. Pra duhet kuptojmë që konsumimi i vezës është individuale dhe nuk mund të ecë me parulla, shiko, nuk më ka gjetur mua, kam 10 vite konsumoj 5 kokra vezë. Unë kam thënë, këto i quhen raste përjashtimi që edhe për 20 vite, së mundet mund të shfaqen shumë më pas. Unë dikush ka 15 vite ha prosciutto ose ha hamburger dhe nuk e ka gjetur gjë. Kjo nuk do të thotë që ai është parimi jon që ne duhet të ndjekim atë. Apo dikush gjyshi i tij ka pirë duan tërë jetën dhe ka pirë duan tërë jetën edhe themi shiko duani nuk shkakton asgjë, është në rregull. Prandaj edhe veza duhet konsumuar brenda, në opinionin tim personal pastaj. Se këto janë çfarë ne themi dhe si duhet parë individual. E para nuk mund ta demonizojmë, e ta ndajmë të vezën, të themi që është më e dëmshmja, por as mund të themi që është një ushqim hit, më i miri i ushqimeve, apo ta bëjmë hyjni. Nga ana tjetër, në opinionin tim, një person i shëndetshëm nuk duhet të konsumojë më shumë se sa 3-4 kokra vezë në javë në ushqimin e tij. E kuptoj. Nëse bazohemi tani tek mënyra e gatimit të vezëve për të marrë të gjitha vlerat që ajo përmban, e ziera, poshe apo skuqura është më shëndetshme? Veza nuk bëhet e mirë apo e keqe nga vetja e saj. Bëhet nga mënyra se si ne gatuam, si çdo lloj produkt. Një produkt ne e dëmtojmë vetë nga atë që ne e gatuajmë ose e transformojmë. Faktikisht veza mund të themi që është një ushqim i pastër, por një vezë e cila skuqet krijon një lloj transformimi. Një vezë që është e zier është forma më e afër naturalis. Sa më afër naturalis është më mirë për trupin tonë. Veza e zier është më e mirë. Veza e cila bëhet në ziera varet edhe sa minuta, se edhe këtu ka përsëri. Më mira do ishte veza poshe. Pra në ato ujë që ne kemi hedhur pak vaj, trazohet uji me një vorbull të lartë, pra me shpejtësi dhe hidhet veza direkt qahet dhe hidhet, që quhen vezë poshe që zihen, pra në ujin e zier. Ai do ishte veza më e mirë ndoshta, edhe nga aspekti shëndetësor. Nga ana holistike, jo vetëm çfarë ha, por dhe si gatuan, me çfarë e shoqëron, sa shpesh e përsërit vezën, ose sa shpesh e përsërit atë produkt. Ka njerëz që han vetëm moll si frut, dhe thonë, "Ore, ne ham gjithmonë fruta, ham na gjysmë kile moll në ditë dhe prapë kemi problem, ose ham diçka tjetër." Pra, kjo do bëjë ndikimin në trup. Vajrat në temperatura të larta oksidohen, plus që është parë që njerëzit gatuajnë me margarin vezën. Një pjesë e tyre gatuajnë me gjalpa të përpunuar. Një pjesë e tyre gatuajnë me vajra të hidrogenizuar. Nga ana tjetër, i shtojnë nivelet kur bëhet një vezë omlet, do t'i shtosh edhe mishra të përpunuara, siç janë prosciutto, sallama, ato element tjerë. Kështu që në ana tjetër thuhet për vezën e freskët. Veza e freskët, siç është, natyrale mund pihet. Po, se ka pirë Rocky Balboa apo shumë sportistë tjerë. Duhet dim diçka. Trupi nuk e përthith mirë proteinën e vezës së papërpunuar. Nga ana tjetër kemi kujdes pak tek salmonela, sepse jo më kot, salmonela ekziston te veza, por nëse do të kontrolluan ne nuk e dim, por nga ana tjetër dim këtë. Përthithja e vezës së zier shkon 90%. Veza e pa zier e freskës siç është shkon në përthithje 60% në trup. Në përthithjen e trup. Në ana tjetër kemi një problem të avidinës, që shumë njerëz nuk e dinë. Avidina është një substancë që lidhet me biotinën, pra me vitaminën B7. Në rast se ne pim vezën e papërpunuar të freskët, përthithja vitaminës B7 pothuajse eliminohet nga trupi jon, që është një antitumorial dhe është një modulator shumë i mirë në sistemin tonë imunitar, edhe për proceset e tjera fiziopatologjike. Por përveç tyre nuk përthith dhe disa vitamina tjera, se vitamina B7 është e lidhur me vitamina tjera disa minerale. Në ana tjetër, gatimi, pra zierja, e rregullon këtë proces. Pra më e mira në këtë drejtim është që veza të jetë e zier. Në rasti që kemi probleme pastaj me stomakun, apo kemi probleme ulçën, apo për arsye shëndetësore që duhet ta pim rufk të freskët dhe kemi të kontrolluar, mund të ta pim, po duhet marrim përsipër
këto element që unë thash, jo se është kemi qenë të vegjël na I rrihni në vezët me pirun, me pak sheqer dhe I konsumonin të raura. Ajo është më afër natyrali se mund të jetë më shëndetshme, po duhet përjashtojmë salmonelën, vezën ku e kemi marr, pra dim a jemi të pastër apo jo, dhe mënyrën e përthithjes. Këtë duhet ta dim. Në përgjithësi po të kemi probleme shëndetësore dhe po të jemi në një mbipesh më të madhe, kjo lloj veze do jetë më problematik. Nëse kemi një shëndet optimal, mund ta konsumojmë më shumë, nëse kemi probleme stomaku. Ka njerëz që largojnë të verdhën e vezës. Ka njerëz që konsumojnë vetëm të bardhën, e largojnë të verdhën se ka më shumë yndyrë, jo për kolesterolin, për zemrën. Realisht cila është më e shëndetshme, nga e bardha apo e verdha? Tani, ajo është prodhuar si një paket biologjike. Veza është vetë paketuar brenda një lëvoshje dhe jo më kot natyra Zoti nëpërmjet pulës se ka sjellë që të jetë bashkë dhe e verdha dhe e bardha. Ta hash vetëm të bardhën është si të marrësh lëngun e një fruti dhe mos konsumosh gjithë tulin e frutit dhe frutin. E njëjta gjë është. Pra njerëzit e hanë të bardhën për dietë, për probleme kolesteroli, për probleme të mos mbipeshës dhe kanë frikë, por le të kujtojmë që e bardha ka nivele të mira të proteinës. Ndërsa e verdha stimulon çdo gjë që ka mangut e bardha, sepse ka shtesë vitaminat, ka mineralet, ka yndyrën, ka dhe kolesterolin. E bardha vetës çfarë përmban? Përmban proteinë të pastër, niveli më të lartë të albuminës, po themi. Ka shumë pak kalori dhe është pa yndyrë. Dhe është ideale ndoshta për dobësimin, apo dhe për atletët që marrin proteinë të pastër. Shumë atlet apo sportist, se njerëzit ndoshta nuk e dinë dhe thonë ne ham 5 vezë. Se kam dëgjuar një sportist. Ai sportisti mund të konsumojë 4 të bardha vezësh dhe 1 të verdhë vezësh. Pra e ngatrojnë disa gjëra njerëzit se I marrin shabllon. Nga ana tjetër, e bardha është si një karburant I pastër, por nuk ka kompleksitet. Është pa vitamina dhe pothuajse pa minerale. Ushqen në farë mënyre, por nuk e pasuron atë që ti do marrësh. Ndërsa e verdha vezësh mund të themi që ka një lloj magjie biologjike në mes, sepse ka kolin dhe kolina është shumë e rëndësishme për sistemin ton trurin dhe për mëlçin, po dhe për problemet metabolike. Ka vitaminën D, që është shumë e rrallë tek ushqime, sidomos vitamina D3. Ka vitaminën A dhe vitaminën B12. Ka lutein dhe zeaxanthin, që janë antioksidant që nga syt, por edhe për problemet tjera sistemit kardiovaskular dhe shëndetit të zorëve. Ka yndyrna të shëndetshme. Pra vetë në një studim 2019 te Gazeta e Nutricionit u pa tek përbërje vezës ishte më mirë që haje plot, sepse raporti midis të bardhës dhe të verdhës është pothuajse në perfeksion që kombinojnë njëra tjetrën. Nëse ne ham të dyja kemi marrë rreth 95% të vlerave ushqyese bashkarisht. Nëse ne do t'i ndajmë, kemi shkuar, nëse konsumojnë verdhë mund të shkojmë 40-45% të një vlere, nëse konsumojnë bardhë mund të shkojmë 30-35%, pra duhen kombinuar të dyja që të arrijnë në niveli më të mirë. Për raste të saktuara pastaj, ndoshta as mund të konsumohen të dyja, por në përgjithësi për njerëzit e shëndetshëm, ne flasim gjithmonë në përgjithësi, jo për gjëra specifike. Veza duhet konsumuar sepse ka në natyra vetë ashtu, edhe bardha dhe e verdha bashkarisht. Mirë, ka edhe raste që se qërojmë dot Altin kur e zjejmë vezën për shembull. Kjo tregon që është e freskët apo ikën ajo e bardha komplet me lëvozhgën? Shiko, kjo ka të bëjë nga prodhimi, shumë vezë kanë sip të holl, nga mënyra e ushqyerit të pulës, nga koncentratet që dhëm pulës. Varësisht pra, këtë e tham të parën. Unë nuk jam pro konsumimit shumë të mishrave dhe të vezës, sepse tash mbi 95-98% sot është na pularit dhe nuk ka ndonjë rezultat kaq të madh qoftë në vitaminën D, qoftë te omega 3, qoftë te komplekset e tjera, sepse ato ushqen me koncentrate, ushqen me antibiotik tham, ushqen dhe me element tjerë dhe me stimulator dhe me hormone. Dhe nuk shohin dritën e diellit më. Janë dhe shumë në stres pula dhe jo më kot një studim që u bën në 2019-2020 nga Universiteti i Harvardit u pa që sa më shumë të kishin stres pulat, aq më shumë humnin niveli vitaminave 10 deri në 12%. Pra, stresi pulave në pularit të kafshët, edhe për shpendet dhe për kafshët është e njëjta. Si tek njeriu, pulat në pulari janë në nivelet më të larta të stresit. Tani imagjinoni humbja nga të gjitha drejtimet, çka ka ta ndisë tek ajo vezë. Nuk është më ajo vezë e verdhë që ne kemi parë. Veza e fshatit është shumë herë më e sigurt. Tumshi i fshatit është shumë herë më I mirë. Shumë specialistë unë I kam dëgjuar atje që janë specialistë të nivelit ushqimor apo sigurisht ushqimore që thonë mos konsumoni qumshin e fshatit, po të merrni kutis. Qumshi I kutis nuk ka pik vlere. Është diçka e vdekur, nuk mund të konsumohet. Po ashtu dhe veza që vjen nga fermat mund të konsumohet nga halli, por nuk është krahasim me vezën tjetër apo mishin e rritur në pollota. E krahason për shembull të verdhën se ka të verdh, ka të verdh si portokalli, si të kuqerem. Po sepse ka nivelin e kolinës më të lartë ajo lloj veze. Ajo sa më e bardhë të jetë,
veza e fshatit, pra e kuqja, që si e kuqe. Niveli kolinës është shumë i lartë, që ndikon jashtëzakonisht në mëlçi, ndikon tru, dhe ajo ka kolesterolin e shëndetshëm. Duhet të kuptojmë, ajo rrit nivelin e HDL-s. Pra, rrit kolesterolin e mirë, që ne e themi. Një kolesterol ka, po përndajmë HDL si e ka ndarë miksia HDL, LDL. Veza e verdhë e rrit nivelin e kolesterolit mirë, edhe i shërben nivelit kolesterolit madhi edhe për ta ulur. Po, a e rritin apo jo vezët kolesterolin? Në ngjyrën portokalli, në ngjyrë portokalli. Po, në ngjyrë portokalli. A e rrit apo jo veza kolesterolin? A duhet ta konsumojnë njerëzit që vuajnë nga kolesteroli vezën apo jo? Do ta argumentojmë pas reklamave. Altin, na prisni pak. Do kthehemi shpejt. Okej, dakor, faleminderit.